Dy investitorë. Njëri e sheh fundin e botës sot, tjetri e sheh mundësinë e vitit. Të dy investitorët janë në drejtë, sepse të dy i kanë faktet e vetë. Dy investitorë i njëjti treg, por fakte të ndryshme. I pari investitor është optimist. Frikë ekstreme do të thotë çmime të lira, 320 miliard dollar në USDT presin likuiditet, ETF-ja kthehet në pozitivitet, fillojnë blerit, kjo është mundësi. Investitori i dytë është ai i kujdesshëm, pa u gëzuar shpejt, frika në treg mund të zgjash disa javë. Inflacioni në Amerikë është 4.2%, çmimet në prodhim janë 6.5, më të lartat në 3 vitet e fundit. Kjo pjesë ja lidh duart Fedit që të mos ul normat e interesit. Kthimi i fundit ishte short quiz, jo një bindje e re. Të dy investitorët kanë fakte të ndryshme. Investitori i zgjuar i sheh faktet dhe nuk beson verbërisht dhe vendos që të bëjë menaxhim rreziku. Edhe pse i ka faktet, ai përsëri nuk vepron me emocion, sepse tregu nuk është bardhë e zi. Shkruaj në koment cili investitor je ti.